10 qershor. Kemi thuajse një vit që e nisim këtë emision me një thirrje që e përdori miku Mathi, Fokusit, Billoradi, ngriuni për vendin tuaj. Ndihem krenar kur shikoj një brez të ri që janë ngritur. Nuk kanë frikë, duket që janë perëndimor dhe duket që ajo masë e madhe, mira e mirave, 20.000, 30.000, 50.000, mund shkon 100.000, se peticioni kaloi rreth 2 milion, është ai grupimi i madh që nuk duan të kesh asnjë lidhje me këtë parti sekt Ramës. Prallat e 800.000 votave kanë ikur. Dhe Rama duket që ka rrjedhur, i rrjedhur ka qenë gjithmonë, provokon. Nxjerr Lubin, e cila në fakt është një nga 3 lindat përbindshme që e kanë tredhur mendimin e tij. Spak do të kërkoj, siç thuhet, arrestim për pastrim parash dhe korrupsion për të. Spak e ka të letë kërkoj edhe pezullimin e kryeministrit, sepse precedenti u ngrit me ballukun. Në çastin kur problemi shqiptar është bërë problem ndërkombëtar, Rama jeton në Kot Bler. Ka vdekur mendrisht dhe do të kërkoj provokim ndaj asaj mase të madhe që duket se striqen. Shumë mund të pyesin që janë këta të rinj, të reja, këta që protestojnë. Nuk besoj se duhet të jenë të administratës, sepse kanë frikë. Nuk besoj se janë me familjet e partisë të përfshirë në tender dhe në korrupsion. Pra është një masë e madhe anti-sistem, anti-regjim, anti-Ram, e urrejn Ramën me drejt, përbuzin Partinë Socialiste, pra janë një sasi e madhe votash për të larguar atë. Ideja se nuk ka se kush zvendëson Ramën është një idiotlik tjetër. Djallëzia, mënyra tinëzare, se si përdori Kushner, i cili përfaqëson një familje që futësh polak, gjithmonë të lidhur me radikal të majtë këtu, asnjëherë me djatën. Dhe natyrisht që është dhe ndyrë sirliku i Alexa Soros e Sorosit për këtë aleancë, për të fituar akses tek shtëpia bardhë, që ta lënë të sundoj. Janë me $100 milion të Abbey Bank në Cayman Island. Shumë shpejt do të dalin me numra llogarie. Shkojnë afër $1 miliard dhe më shumë miliard pastrime të Ramës dhe njerëzve të tij shkuar në vendet arabe. Besoj javës tjetër do të kemë shumë dhëna. Ky njeri po shkatron çdo gjë shqiptare. Dhe të kërkosh që një ishull që ka qenë bastion ushtarak me shekuj, ta kthesh ku të vinë me tanga shok të shoqit e tralalas Trumpit, nuk është thjesht një idiotësi ekonomike, por është kundra strategjisë kombëtare, sepse fundi fundit Shqipëria është tokë shqiptare, është një copë tokë e vendeve të NATO-s, është një vend që synon ty në BE, e ti kërkon ta bësh plaçk të disa arabëve problematik, ndërkohë që atje ke dërguar vetë miliarda dollar, pastrime nga paratë e krijet. Dhe ti je lidhur vetëm me element kriminal, sepse ata të japin votat e vjedhura, ata të sigurojnë pastrimin e miliardave dollarëve, dhe ti ndihesh sikur je i barabartë edhe në dollar me Trumpin, në reputacion më shumë se Macroni, por ti e prishur me të gjithë. Sepse kur shkon hum-hu, fundin e di. Protesta është paqësore, është qytetare, por Rama është një rrugaç politik. Rama do të kërkoj ta shty sa më shumë me shpresën se do të lodhen, do të mërziten, por ai brez nuk u lodh kërka. Këtu do të ketë përsëri protesta të shtunën, kudo në Europë. Ka thirrje që nga diaspora masivisht të shkojnë në Tiranë dhe shumë janë të gatshëm të shkojnë. Kjo do të arriste atë detin, oqeanin e revoltës,
ndaj njeriut më negativ si kryeministër në Shqipëri. Njeriu i fasadave, vjedhës, anti-shqiptar, skandale shëndetësia, skandaloze arsimi, skandale pensionet, dhe je qeveri e majtë. Vidhen miliardë dollar me naftën, vidhen miliardë dollar me kromin, tani kërkon të vjedh dhe ato pjesë ku Shqipëria mund të kishte fitim nga turizmi. Por jo nga turizmi elitar, kur ai vetëm fal, natyrisht ka pjesën e luanit. Rama s'bën asgjë pa përfitim financiar. Ja thash dhe dje, është personi më i urryer jo në Ballkan, por në Europë. E urren familjarët. E urren të gjithë ata që punojnë në kryeministri. Nuk e thon. E urren ata që janë në parlament edhe pse janë pa personalitet. E urren tek gjykata e lartë, e urren tek gjykata kushtetuese, e urren tek forcat ushtarake, e urren tek policia, tek dogan, kudo e urren. Dhe kjo urrëtie duket që është e justifikuar, duket nga ato fytyra të bukura që nuk lodhen dhe dalin protestojnë çdo ditë. Një energji shumë e madhe. Një energji që arrin deri këtu. Në Shqipëri ka ambasadët tuaj. Çdo ambasadë ka oficer të inteligjencës, ka shtef stacionit CIA-s në ambasadën amerikane, i cili komunikon, raporton, kontrollon, sepse ne jemi vendi natës. Dhe jemi, fatmirësisht, konsiderohemi tokë e ndikimit amerikan. Ne, edhe pjesa jonë në Kosovë, ne kemi 2 shtete dhe interesat strategjik me Amerikën i kemi. Nuk mund t'i prish dot një ligavec anti-shqiptar, i cili i njohur si Zagari Sorosit, kërkon që të njihet si Zagari Ivankës, duke nënvlerësuar, duke përbuzur kombin e vet. Jeton jashtë realitetit, përdridhet. Ai është Rama i vërtet, ai që po shikoni tani që përdridhet si ato mullin rush. Sa ashtu ka qenë, e mbani mend kur e sollën nga Franca, jo rastësisht. Helmi i tij në 97 nuk harrohet 96 në New York Times, sepse ishte Zagari Sorosit. Jo më kot, e nxorën për të hequr Fatosnanën më vonë, i cili ishte pak liberal dhe nuk e kontrollonte dot atë sekt që ka përgjakur për 45 vite Shqipërinë, dhe tani synon që Shqipëria të kthehet me sa më pak shqiptar, me sa më shumë Bangladeshës, iranian dhe çifut. Shqipëria rrezikon me këtë provokim që bën Rama. Sepse Shqipëria ka dhe një tokë iraniane aty në Mans, mos harroni. Pra, jemi të hapur nga çdo gjë. Ndaj, duhet t'jap dorëheqjen. Duhet t'jap dorëheqjen dhe të dorëzohet më vonë drejtësisë, sepse dosjet janë masive. Dosjet sidomos këtu. Sinaloa, Meganigu, Aruba, trafiqet, pastrimi miliona dollar, hotele, vila, restorante, për ky vend i madh di çdo gjë. Natyrisht që parrulla për të ruajtur statu quo janë toleruar edhe ligavec të llojit tij. Por enough is enough. Ai mbase kërkon të ikë si Duçja, si Mubaraku, kur ka një mundësi që të ikë si Fatosnano, i veshur si grua. Se trim nuk është. Absolutisht nuk është trim. E të merron lubia. Dhe kjo duket haptas, qartazi, sepse në dosjen 16.000 faqe të lubis, pa frikë 5.000-6.000 faqe janë për Ramën. Sepse a i zgjodhi që aleancë të bëj me krimin. Letë më thot një ish shok i ti, ose ish mik i ti që e ka shok apo mik. Asnjë. Dhe vajza Çekoslovakës, Ivanka, nuk e di se me çfarë monstre është lidhur si seksere. Dhe bara do të bjerë mbi teatrin e saj. Janë mbi 200.000 vota shqiptarësh.
shqiptar amerikan. Nuk besoj se e voton kush partinë e babit saj. Dhe ajo e di që në Florida dhe në Michigan vota shqiptare ka forcë. Natyrisht që Trump po sulmohet sepse fëmijët e llastuar, dhëndri, po përfitojnë miliarda kudo. Por ky vend ka drejtësi. Ky vend nuk fal. Fillimisht nis me votë. Ne një vend i vogël s'kemi pse të hymë dhe të bëhemi pjesë e lojës politike këtu. Sepse për mua, për Shqipërinë, si demokratët, si republikanët, kanë bërë shumë. Demokrati ishte Clinton, çliroi Kosovën. Republikan konservator, ultra ishte Bush, na futin NATO. Ndaj kur del një element si Rama, që kërkon të bëj pazare me politikën e madhe, kur nuk e njeh askush, kur në shtëpinë e bardhë nuk e priti Bideni, kur ishte zagari Sorosit, kur në Senat nuk hyn, kur në Departament Shtetit nuk hyn. Dhe nuk e ka uruar kush kur fitoi ato zgjedhje të vjedhura. Jo më larg se dje, Rubio ka uruar kryeministin e Armenisë, 2 ditë më parë atë të Slovenisë. Natyrisht që ai ka rënë. Është në kot blerë, kërkon pazare, rëndësi ka të zhduket. Ai e zgjedh vetë fundin e tij. Do ta marrin zvarr. Po e them si në anën figurative, por ai meriton që si shtroqi zvarr atë protestues të ndershëm, modest dhe pa forcë në Zvërnec, dhe është një energji e madhe që nuk pyet askënd. Aq më shumë që askush nuk do të ketë guxim të mbrojë Ramën. As policët e tij, as ata që e ruajnë, sepse të gjithë shikojnë që anija e tij po mbytet. Nuk e shpëton dot Surrën, sepse nuk shpëtoi dot Ramizalin, edhe pse ishin rreth 4.000 kilometra tunele kudo, minjt ikin si minj. Rama nuk ka se si të ketë fund tjetër. Do të marrë ndëshkimin që meriton që Shqipërisë të mos i vinë më vëmje të tjera politike që ka shkatruar thuajse çdo gjë të bukur shqiptare. Edhe njerë, thank you, me respekt për ulem ndaj atij brezi që na dhan një mësim të madh. Shqiptaria nuk ka vdekur dhe energjia atyre ka arritur kudo në glob. Unë e ndjej këtu në New York. Dhe shumë shqiptarë ndjejnë kudo, në Berlin, Vjenë, Milano, Firenze, Rom, deri në Alaska. Rama zhduku. Kudo në Shqipëri.